Kryeministri Edi Rama nisi javën me një video në rrjetet sociale duke paraqitur veten si promotor të ndërtimit të stadiumit të ri të Kamzës, donse investimi po realizohet nga bashkia në ndërtimin e Rakipsulit. Në të njëjtën kohë ai lidhet edhe me një tjetër zhvillim shumë të diskutueshëm, shkatrimin e stadiumit të Himarës, i cili po kthehet në një parkim shumë katësh betoni me fondet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë së Himarës. Sipas buletinit të prokurimeve publike është hapur një tender me vlerë rreth 6 milion euro dhe ndërtimin e një strukture nëntoksore dhe 3 kaçe për parkim duke zëvendësuar stadiumin e Petro Ruçit. Ky ishte terreni vetëm i dedikuar për sport për aktivitete komunitare në qytetin pregdetare që tashmë do të humbi hapësirën kryesore të gjelbërt. Argumenti i bashkisë është nevoja emergjente për hapësira parkimi, sidomos gjatë sezonit turistik, kur Himara përballet me fluks vizitorësh. Megjithëse kritikët vënë në dukje se alternativat të tjera publike mund të ishin shfrytzuar pa cënuar një aset sportive komunitar të rëndësishëm. Projekti parashikon që përveç parkimit të ndërtohet një fushë kalçetor pranë godinës së re, por kjo shihesë një zgjidhje simbolike larg vlerës reale që ishte stadiumi për të rritë dhe komunitetin. FSHS e justifikon vendimin me pretendimin se peizazhi aktual nuk është funksional dhe nuk shfrytëzohet në potencialin e tij. Në fakt, vendimi për të zvendësuar një hapësirë sportive me një masiv betoni shihet si një tjetër shembull i prirjes së autoriteteve për të betonizuar hapësirën publike në kurriz të interesit të qytetarëve dhe brezave të rinj.